Mario, mirë se erdhe. Mi shfyqeta. Në Food Lovers Podcast, këtë radhë dhe jo më të kuzhinë. Më mirë që Food Lovers. Këtu do ta shohim. Se ju shefat më mirë flisni me pjatat. Me pjatat se sa Vërtet. Në Nuk tavolinë. kemi shumë orator. Po, sidomos ti që unë ta kam bërë vretje shpesh herë që je më modest se ç'duhet dhe duhet i tregosh vlerat e tua. Ja, do mëse do më shavash. Mirë se erdhe dhe shumë kënaqësi që të ndajmë sot eksperiencën tënde. Faleminderit. Si një nga të shefat e spikatur, edhe pse i ri në mosh, por ne kemi vite në fakt që njemi dhe unë kam vite që ndjek karrierën tënde dhe kemi patur bashkëpunime të shpeshta, përveç periudhës pastaj ku na ike dhe u largove në Emigrova. Suedi, Danimark etj. Le ta nisim nga fillimi, si gjithmonë. Ti e ke filluar kuzhinën në moshë shumë të hershme. Dhe ti e ke bërë kursin tek qendra që unë më pas e mora për të vazhduar akademinë e shumit. Si e kujton atë periudhë? Ka qenë një nga periudha më të bukura të jetës time në fakt, sepse kam qenë goxha adoleshent, kam qenë 14 vjeç, sa më mend. Po 14 vjeç. Në atë kohë nuk ka se kishim shumë mundësi, domethënë thjesht unë e bëja në kohë për ditë. Shkoja nga shtëpia te shumi. Dhe sa ishte distanca? Goxha një orë gjys. Një orë gjys. 3 orë në ditë i kisha shumë. Ti je çon Tiranë apo ja? I lindur dhe i rritur në zonën? Në Lundër. Kështu që nga Lundra deri në Selit. Po. Sa i ruja lekët. Po shumë mirë bëje. Po ka qenë goxha eksperiencë e bukur. Edhe e kujtoj me nostalgji, shumë herë. Ti je aq i vogël dhe ti je aq i përgjegjshëm sa që të marrësh një zanat. Guzhinën jam rret me guzhinën se mami gatute shumë në shtëpi. Dhe më intrigonte gjithmonë, domethënë, si ka mundësi që kjo bë kaq të mirë unë nuk e bëj. Kështu që mundohesha ta bëja unë. Edhe përfshiheshe që aty me në ka pas përfshi shumë, sidomos qeroja patate, qepët, i bëja gati. Edhe aty e zbulova që unë me vërtet dashuroj guzhinën, nuk kam qejf. Pse jo? Ishe si ato fëmijët që i thoshte mamit çfarë do na gatush sot. Po, dhe kërkova babit në atë kohë më çonte në punë. Si filloja si ndihmës kuzhinier. Të natyrë që çfarë mund ta përmend. Po tjetër. Aty fillova për herë të parë, pastaj nga aty shkoja në shkollë. Kështu ka nisur rrugtimi, pastaj duke punuar në restorante të tjera, duke shkputur. Duke marrë eksperiencë, duke punuar me shefa të mirë. Deri kur ne kishim ato kompeticione që shkum bashkë, që bona për krenar të iza. Goxha herët, po flasim për 2014, mos gaboj. 2015, 2016, kjo periudhë. Po, ajo është duket se po, çmimin e parë. Tani që po ma kujton, ne kemi qenë kompeticion bashkë në Kroaci, ku more medalje ari. Po, morëve në parë. Vetëm unë e mora për Shqipërinë. Po, si një shef i ri, me shumë aspirata. Si e kujton gjithë të pjesën e të nxënit? Kush ka qenë ajo periudha që për ty ka qenë shumë e rëndësishme për të formuar profesionalisht? Pra, është i rëndësishëm kursi patjetër, por janë ato vendet e punës pastaj që paralelisht ti mëson shumë më tepër ose mëson ato anën praktike. Janë ato shefat e Mirfield që janë ato mentorët e tu që të transmetojnë. Ndoshta jo të gjithë duan ta ndajnë profesionin, dhe jo të gjithë mbështesin që ti të bëhesh i zoti, por janë ato sekretet që ju i vidhni gjatë kohës që punoni. Ne vidhim, se për të thonë nuk ta jep të kush, sepse ka qenë shumë e vështirë në ato. Kam dëgjuar shpesh herë këtë që nuk ta jep njëri zanatin. Në periudhën që kemi nisë ne ka qenë pak e vështirë, me thënë drejtën, se kujtoni se ne do i merrnim zanate dhe ikim nga puna. Kjo duket kështu. Më kujtua tani të pyes, me kush ka qenë rroga jote e parë? E marrë mend si sot? Rroga ime ka qenë 105.000 lekë vjetra. Unë marrë mend kur kam marrë rrogën për herë të parë, domethënë i kisha gjithë 5.000 lekë. Edhe dukeshin dhe shumë? Nga puna, te shtëpia shkoja duke numëruar gjithë rrugës. Jam dilin 145, jam dilin 150. Po kështu që ishte domethënë unë ndjeva shumë mirë kur i mora. Është një miks ndjesish aty, gëzimi,
mundi që ti bën atë paralelizmin. Po, më dukte se ku ma vlerësonin punën. Sa vlente puna po, jote, po. Po, 150 në atë kohë ishin goxha, bëhet fjalë 2007, 2006. Herë mund të dukej që ishe lodhur më tepër dhe ke marrë më pak, herë të dukeshin shumë gjithë ato lek bashk për një fëmijë në atë moshë. Edhe mendoj gjithkohë se do marr ai 200.000 lekë apo 250, 500 apo 1 milion. Domethënë shkoj gjithmonë duke mendu. Po duke dhënë forcë vetes që pse jo mos të arrijë më shumë. Si është kjo çështja që ne gjithmonë përpiqem që këto biseda që ne sjellim të jenë sa të thjeshta, por aq edhe reale, duke përcjell gjëra vërtet të jetuara. Kur ti thua që e ke nisur me atë rrogën, nëse ne flasim sot me moshatar të tutë të asaj kohe, janë të gjithë me ato me ato pritshmëritë shumë të larta për eksperiencën që kanë etj, pra duan të arrijnë çdo gjë brenda ditës dhe ky është ai diskutimi që ne shpeshherë bëjmë me to. Madje edhe unë kam fëmijët në atë moshë dhe me timbire kam shpeshherë të diskutim që duhet ta fillosh nga zero. Ti ngjisësh shkallët del ngadalë dhe duke punuar, duke të ushtuar paga. Kthehemi te kjo sot që sa paguhet një shef është me gjithë ato shkollime dhe masterat i ka kaluar, besoj. Sot paguhet. Sot nivelet e pagave janë shumë të mira. Por unë shoh të ri, domethënë synimi i gjithë të rive është te paga. Në moment që ai vjet kërko pagë shumë të lartë. Por mos harro që pa e ditur se çfarë do të ofrojë në shkollës. Unë i them gjithmonë kur mam intervistë, i them që unë kam nisur nga zero. Domethënë kam la enët, kam qeru qe patate, pastaj kam arrit ku jam. Se nuk kam arrit kot. Domethënë kam luftu për të arrit. Edhe ti duhet të arrisësh duke nis nga zero. Se po mi kërkova unë do t'i jap, po atëherë ti do m'japësh, çfarë do m'japësh? Kjo është gjithë pyetja. Kjo është që janë akoma të rinë dhe janë çik të pa. Unë them që ato të mësojnë sa më shumë. Orientuar. Pastaj kërkohet se leku vjet duke mësuar, nuk vjet duke dalë nga bankat e me shefa. Se shefa pastaj është fjalë e madhe. Shefa do shumë vite mbi supe që të quhesh, të konsiderohesh shef. Edhe duke mësuar për ditë, sepse kuzhina evolon, nuk është mësove 2 gjona je shef. Kjo është bukuria e jetës edhe e rrugtimit gjithë secilit. Eksplorove në restorante të ndryshme në Shqipëri, u trajnove, more eksperiencë, fitove atë nivelin që ti e kisha ndërruar para pak vitesh dhe pastaj vendose të largohesh. Si ishte ky moment për ty? Shika, unë jam nga ato tipe që kërkoj shumë, të eksploroj. Okej, mora zanatin në Shqipëri, mora bazën, mora edukimin, pastaj unë emigrova në Suedi, atje përballa me realitet komplet ndryshe nga Shqipëria. Ti ke me kontratë pune, apo jo? Kontratë pune, po. Pra nuk i ke fakton në një formë formale. Nuk kam ikë klandestin, po kam ikë i rregullt. Kam filluar punë në një restorant italian si fillim, pastaj kam kaluar në kompani suedeze që kishin rrjet restorantesh. Aty fillova si ndihmës. Pra nga ajo që ti ishe këtu aty prapë fillove po themi nga fillimi. Fillova si ndihmës edhe ishte kjo ka qenë kështu sfidë me veten prapë. Edhe sfida gjuhës, sfida e përshtatjes me njerëzit, me kulturat, me mentalitetin e nordikëve. Ishte goxha sfidë për mua, po ja dol, ha. Edhe sfida më e madhe ishte kjo që unë fillova punë ndihmës. Edhe mendoja për ditë do iki sot, do iki nesër, do iki sot. Po pastaj mendoja. Kishe sfidë me veten këtë çdo ditë. Mendoja pse të iki. Pse mos i dërgoj këtyre që unë vlej. Pastaj për 3 muaj unë kam marrë restorantin dorë. Dhe me një mungesë gjuhë që të pengonte, që pastaj na ngesh kështu, gjysma dhe pastaj tu desh që të hyje në kurs për të bërë gjuhën. Fillova shkollën. Ajo periudha ka qenë pastaj edhe, si thua, e vështirë dyfish, sepse ti kishe edhe familjen, pra kishe krijuar familjen tënde, po ndërkohë familja ishte këtu, pra bashkëshortja. Po, ishte vështirë. Dhe pastaj tu desh që të bëje një pauzë nga Suedia, biles ne po hapëm një restoran në Danimark
Bëri pauzë 1 mujore, pastaj shkova në Danimarkë. Troqa dhe bashkëshortë. Pastaj gjërat u bën më të thjeshta sigurisht. Po. Shumë më të thjeshta. Por atje pastaj në sa restorante punove, pra eksperienca që ti more? Unë kam punuar në 6 restorante, të ndryshme. Kam punuar në restorante daneze, me ushqim tradicional, kam punuar në restorante. Ku ti bëje menun e tyre, jo menun tënde apo jo? Menun e tyre, normalisht. Kam punuar në restorante me Michelin, restorant italian, goxha fine dining. Këtu dalemi pak tek restoranti me yje Michelin. Si ishte kjo eksperienca për ty, kjo përballja në një nivel të tillë restoracioni? Kjo ishte, domethënë, ishte si e ëndër, nuk ishte kuzhinë, ishte komplet. Si quhej restoranti? Alkimist. Te Alkimisti. Ishte një eksperienca më të bukur. E vështirë për tu futur në punë aty? Ishte shumë e vështirë, por që domethënë aty ku punoja unë, u njifshi me janë tjetër dhe më dha mundësinë që të futeshe. Por ka ndihmuar shumë. Si funksiononte kuzhina aty? Aty është si labirint. Ishte ekzekutiv shefi. Ekzekutivi ishte një çuniri, ishte 7 vjeç. Ka qiri? Po, goxha ja punon nga ai. Aty mësova një edukat tjetër, ça kishin restorante të tjera të mirëfillte. Mësova që gjithë jemi bashk, gjithë ja dalim. Punove, aty ndjeve atë vlerën edhe shpirtin e skuadrës. Eksakt. Aty ishin gjithë bashkë, domethënë si familje. Mos them më shumë se familje. Pa diferencime. Ja, s'kishte diferencime. Edhe unë këtu mundohem që ta marr gjithmonë me personelin tim. Njëjtën gjë, po është çike vështirë. Është pak e vështirë. Pse është frym që duhet krijuar, po mendoj që ja del, sepse fillon nga ty mendoj, unë pastaj ti transmeton tek. Ja del. Unë kam 2 vite që jam kthy, mos ka bëj. 2 vite, po 2 vite kam të njëjtin grup. Si vendose të kthehesh mbas gjithë asaj eksperience, mbas një faze 6 vjeçare që ti tashmë ishe përshtatur, gjuhën e kishe mësuar, nuk ishte problem që ti të siguroje punën etj. Shiko, unë kam pas gjithmonë ëndër të kthehem në Shqipëri, sa drejt. Gjithmonë nga qëllimi që të marr njohuri, të marrësh eksperiencën edhe të kthehem këtu, që të kem një restorant tim që edhe unë ta shpreh atë që kam mësuar gjithë këto vite, që kam marrë Shqipërisë edhe vendeve nordike, atë sjellë gjatë risi të re. Kjo ka qenë arsye pse. Është familja, pastaj mami, babi që. Po, që është e rëndësishme, pastaj e themi gjithmonë që guri i rënd është në vend vet. Se kur largohesh pastaj atëherë e kupton që Atëherë janë ndjen dhe vlerën më tepër të asaj që kisha. Kjo ka qenë arsye pse. Pastaj si u gjende, si filloi prap rrugtimi yt, fillove prap në për restorantet, po tani me një tjetër qasje, besoj. Kur u ktheva fillova punë në hotel Durrës. Por që më dha mundësinë që unë të shpreh pak ato që kisha. Të ndërtoja menut e tua. Edhe shkoi goxha mirë, domethënë ishte goxha i lumtur. Shkoi mirë, domethënë kthimi ishte goxha i mirë. Kurse tani që jam shkputur, po presim që të hapim diçka. Një sfidë të re, prap. Sfidë të re, prap, kjo. Po këtë rast e kam me veten. Për ti vënë atë firmën tënde. Ëndër në siftar, sa suport ka qenë familja jote dhe çfarë roli ka patur familja në të arriturit të asaj që ti ke arritur? Shikon, familja ka pas gjithmonë suport, gjithmonë kam dhënë kurajë që unë të eci përpara, të arri sa më shumë, gjithmonë kanë suportuar me çdo lloj gjëje. Kam pas, nuk kam pas, prapë më kanë suportuar, kështu që do jesh suport edhe emocionalisht. Thjesht një fjalë mirë edhe kur ti e ndjen që ata i ke mbas vetes. Po që kam pas gjithmonë suport edhe bashkëshortes time. Gjithmonë ajo ka qenë për çdo gjë. Po ato kanë ndjekur, ka lënë gjërat e saj, ka ardhur. Ka lënë të gjitha për të ardhur këtu. Për të më dhënë një shtys karrierën time. Kjo është domethënia. Kjo është e familjes. Nëse ti do ju thoj një gjë të rinjve sot, që duan të emigrojnë, që duan të provojnë veten, duan të sfidojnë veten, duan të marrin eksperjenca të reja, mendojnë gjithmonë që atje është më mirë.
Aty është më bukur, këtu nuk jetohet e tjerë e tjerë. Shiko, unë jam këtë gjithmonë ja them. Shkoni për eksperiencë. Pastaj mirë the ti, kur i rënd dhe në vetë. Se sa më shumë të shkojnë të marrin eksperiencë, aq më mirë bëhet dhe këtu. Ngrehemi, bëjmë edhe ne si gjitha Europa. Kontribuojmë në gjitha. Në vendin tonë. Nëse do bënim një lloj krahasimi të kuzhinës nordike me kuzhinën shqiptare, po edhe të kulturave dhe disiplinës që ti pak e përmende, çfarë do veçoje për mirë edhe për keq në të njëjtën kohë? Shiko, në Shqipëri është mirë se ke suportime nga të gjithë krahët. Nga shokët, familjar apo këtu ja gjen anën, si do që të çdo gjë e gjen një mënyrë për ta zgjidhur. Është e vështirë. Se nuk ke njëri afër, nuk ke njëri që t'jep në dorë, se thot pse ti të hecesh këtu në vendin tim mos të heci unë. Kështu që ato janë pak racist. Po. Këtë kuptim. Kështu që. Po tek pjesa e kuzhinës, e produkteve. Shiko, ne jemi goxha. Domethënë aromat e produkteve tona nuk kanë fare. Nuk kanë të krahasuar. Që të lënde e parë që fillon ndryshimi edhe krijimi një pjate fantastike ose normale. Po pa një film Toskana, aty e kupton. E kam parë. Është shef daneze, edhe dashuruam me produktet mediterane. Po që në Danimark nuk i dilte ajo aroma e saj rozmarinit, po shkoj në Itali pastaj që i doli siç duhet. Ta dhash një kështu. Aty ishte tamam diferenca, ç'do të thotë. Fakt këtë dëgjoj gjithmonë, shpesh herë dhe dëgjoj edhe nga turistët. Jo vetëm nga ne, nga shqiptarët që emigrojnë, po turistët janë të manitur nga aromat edhe nga produkti, nga cilësia lëndëspar, nga të produktet tona, perimet, frutet, çdo gjë që e bën toka jonë. Ne kemi jodin, po ti vesh gjithë vendet nordike, vendet që nuk kanë diell dhe jod, ato kanë ushqim shumë më të rëndë se sa ne, kuptimin që përdorin shumë kripën, më shumë se sa ne. Për t'i dhënë jodin shihen që i mungon. Kurse ne jemi pak më të rafinuar te kjo sepse e kemi kripën, kemi diellin, kemi të gjitha. Për ne themi që jemi të bekuar. Për ne vim ne. Ku e gjen veten më shumë, Mario? Te cila kuzhinë? Kush është ajo kuzhina që ti e trajton me qef, e punon me qef, e fantazon dhe e zhvillon me qef? Mos bëj krahasim në fund. Unë po fillon kuzhinë, nuk ka rëndësi si çka kuzhina. Çfarëdo produktesh qofshin aty, fantazia jote është. Pëlqen të luaj shumë. Me shijet apo. Kur futen kuzhinë. Unë kam parë që ti përveç shijes, që shija është primare në çdo kuzhinë, po shoh që pika jotja e fortë është edhe shumë dekori. Prezantimi, mënyra si e sjell pjatën. Më shumë thjesht, shumë simple, por që ajo që bëhet domethënë të ketë sy, po mos ta ngarkoj shumë. Po është ajo thjeshta elegante, e rafinuar. Eksakt. Kështu që ne Marion së shpejti do ta shohim në një vend të pozicionuar që mund të ta themi se ku është vendi. Është stadiumi Dinamo, quhet Asador. Ju më presim. Çfarë kuzhine do kemi aty? Do kemi kuzhinë mesdhetare, do ketë produkte mishi, produkte peshku. Do jetë nuk mund ta quaj shumë fine dining, po i përshtatet fine dining. Për kuzhinën tradicionale, sidomos sepse jetë Tiranë se edhe këtu jetë më i ndjeshëm akoma. Çfarë mendon? Në çfarë nivelesh e kemi ka ardhur sot? Si po zhvillohet? Apo e ruajmë apo jo? Ne po e ruajmë goxha. Domethënë se nga tradita vijnë dhe pjatat e reja. Por ti merr frymëzim nga sepse aty fillon baza. Pastaj ti e trajton në mënyra të ndryshme. Unë po them që ne po e ruajmë goxha me goxha fanatizëm. Domethënë gjithë shefat që flitet për kuzhinë tradicionale, mundohen ta bëjnë sa më tradicionale. Okej, mund ta avancojmë pak, po. Është pjatat e rivizituara që është okay të risillen, por ne pa humbur bazën. Si humbim identitetin e saj. Kjo është e bukur. Flisnim pak për diferencën e produkteve, në fakt dhe të kuzhinave, po mendoj që kemi diferencë shumë të madhe edhe të mentalitetit, disiplinës dhe të mënyrës se si ne punojmë. Çfarë kujtove? Do të tregoj histori se ishte fillimi, kur fillova punë në kompani suedeze, se në fillim fare kam punuar shqiptar. Pastaj kalova në kompani suedeze,
Ishte fluksi, kishim diku 200-300 vet. Ka që i madh ishte Po, restoranti? ishte goxha i madh. Edhe duke kërku pjatën, bushnierit suedes, ta pasojmë tiki, Të mbarojmë, jemi në fluks. Ishte për ne stresi, për ne shqiptarët nuk e njihshim stresin sepse ne ishim mësuar. Ne jemi rritur në stresin. Ne jemi rritur në trysni, në presion. Shumë natyrale, shumë normale. Edhe vetëm kur e dëgjoj, më tha mos më jep stres. Thjesht i kërkove pjatën. Po, qova dhe herë unë. Unë i thash, po ma jep pjatën, që stresi po më thu, se po të kuptoj. Qa po të Jo, bëjti? tha, mos më jep stres. Okej, se kuptova prapë, edhe të i thon prapë. Por zotëri tha, mos më jep stres. Okej, thash, po ky, si e ka më mirë, se ky që e ka më rregull. Edhe marroj punën, okej, shumë mirë, më thret drejtori në zyrë. Thash, qa kam bo? A kam qetë keq, apo si shkoj, nuk ka shku mirë servisi. Thjesht mendime. Se ishte fillimi, e kuptoj, do të marrësha vend në punë ose. Absolutisht. Shkoj te zyra, unë tha mu, shiko, mos i jep shumë stres ta punëtorëve. Unë stres, pse? Jo. Ishte normale dhe në servis. Jo, tha, shiko, se këtu, tha, ti vjen nga i vend që jeni rrit me stresin. Kurse këtu, tha, janë njerëz shumë të qetë. Me ato politikat e tyre sociale. Step by step. Unë që po e shikoja kështu, qa thot ky? Po, për ato ishte shumë normale, thjesht ato ankonin. Edhe po të vazhdo të kështu 2-3 herë, pastaj do më ishte nga punë. Nuk e di. Fillova pa stres. Fillove suedisht. Nuk e di sa e ke vënë re ti, por mua më ndodh që kur udhtoj jashtë edhe rri pak më shumë ditë se sa 2-3 ditë. Edhe mbasi e kaloj atë fazën e fillimit bukur vizitonë, pastaj bie një lloj qetësie dhe them ka një gjë që më mungon. Stresi. Ka që ajo qetësia tepër sikur nuk është për ne. Ne jemi rritur pak ndryshe, ne duam dinamik, pastaj duhet ta merrnim atë suedezin që të bënte një sezon në Shqipëri. E po duhet. Po nuk finon. Pastaj në fund të na thoshte të shishte stresi i vërtet. Ose ato punon me sistem, kanë sistemin, kanë teknologjinë, që ne kemi pas këtu vite më përpara. Pra është zinxhir e gjithë gjëja. Prandaj nuk kanë stres, kurse ne vim nga vend që ne për ne është normale, është krejt normale. Është normale sepse ne kemi punuar. Ke pasur në një nga këto rastet, momente që je gjendur në një situatë vështirë në kuzhinë, që s'ke ditur si t'ja dalësh, që ke pasur një gjë mangët, që ke bërë një gjë gabim, që ke djegur. Shumë, unë kam shumë, por që ja dalë, e maj stresi, e maj goxha. Dhe një nga këto problemet është dhe pjesa e skuadrës, e stafit, e shefit me shefin e sallës, që janë gjithmonë për plasje, zakonisht janë gjithmonë... Që jem gjuhën e përbashkët, mu nuk më pëlqej që të kemë debate. Absolutisht. Shiko, unë para servisit, bëjmë mbledhje, ja shpjegoj punën, i shpjegoj çka kemi sot. Asgjë personale. Nuk e kam shifur atë pjesën që grindem gjithkohës apo. Puna nuk shkon në atë lloj forme. Okej, ka momente që ne grindemi, po prap. Po si një pjesë e punës për t'i dhënë zgjidhje punës për pa aggravuar situata. Nuk më pëlqen këto lloj situata. Sepse këto gjërat që po ndodhin sfundmi në fakt janë realisht shqetësuese dhe duhen marrë masa imediate të gjitha formave. Qoftë tek pjesa e stafit, qoftë tek pjesa e sipërmarrësve, domethënë duhet ndërhyrë në të gjitha format që të kemi situatën nën kontroll, sepse është më rëndësishme mirëqenia fizike dhe mendore dhe pastaj të tjerat. Po duke pa që edhe ne kemi punë stresuese, jemi gjithkohës në stres apo lodhja, stresi, pastaj mblidhet gjitha. Po çdo gjë ndikon edhe çon situatë pastaj për te ka shumë nga ato që të bullizojnë gjithkohës apo. Është më mirë kur e marr kështu neutral, pa bullizim. Këto pastaj nevojitet vërtet një ndërhyrje e jashtme që sipërmarrësit duhet ta mendojnë për t'i paraprirë çdo lloj situate të mundshme që ndodh, sepse kuzhina pastaj ka edhe gjithë ato mjetet e tjera që e çojnë situatën ne jemi si Rambo në forma të pa kthyeshme. Është tar të keqme. Si do ta përshkruaje rrugtimin tënd me 3 fjalë? Vetëm me 3.
Me 5. Sa të duash ti? Plot sfida, por i këndshëm. Por plot arritje nga ana tjetër. Edhe kjo. Po. Nuk arritje është kur ne të ecim shumë më përpara me restorantin. Kemi dikush. E kemi një çik problem ne të edukuarit të viteve të hershme që nuk ja njohim shumë meritat vetes dhe nuk kënaqemi, nuk themi po. Sa më shumë. Plot arritje. Okej, prapë. E kemi vështirë t'ja pranojmë arritjet vetes. Po që duhet, po ta mendosh thellë, po të kthesh mbrapa që thosh kam arrit shumë, nuk bën që të ecësh përpara, kështu që. Jo, sigurisht, por edhe kur e marr shumë neutral. Okej, nuk kam arrit, po ta rrezoj këtë. Edhe mirënjohës duhet jemi. Jemi shumë mirënjohës, po prapë arritur. Duhet që më shumë. Pastaj jeta është proces, jemi gjithmonë ongoing në vijimsi. Edhe jemi gjithmonë për të arritur sa më tepër. Sa më lart. Por gjithmonë mirënjohës për çfarë kemi arritur. Sport. Mario, çfarë do t'ju thoje ndoshta emigrantëve që janë akoma në emigrim dhe kanë dhe me 2 mendje të vinë apo jo, të kthehen apo jo, çfarë do bëjnë në Shqipëri, do e gjejnë më veten apo jo, do shohin vetëm problemet apo do shohin dhe mundësitë? Unë them që Shqipëria është vend për mundësi, ka vend për mundësi. Nëse ti e ndan mendjen që këtu, do jetosh, do bësh atë që ti ke në mendje, e ke mundësi. Kështu që nëse kanë mend të kthehen, me bagazhet që kanë marrë, pse jo? Bëjnë goxha ndryshim, bien risi të reja, kështu që. Është veni mundësive, për momentin është veni mundësive. Të sjellin gjithë eksperiencën që kanë marrë në vendin tonë. Do ishte shumë e bukur në fakt edhe pse duket shumë surreale. Do ishte shumë e bukur që një ditë ktheheshin. Po do kthehen. Edhe gjithë atë investimin që ato kanë bërë në qoftë në veten e tyre profesionalisht, por edhe gjithë investimet ekonomike që të mund t'i vinë edhe t'i investojnë në vendin e tyre. Do ishte shumë e bukur dhe ne do lobojmë shumë për këtë gjë. Shqipërinë duhet ta bëjmë me shqiptar. Ne duhet ta bëjmë se të tjerët nuk ta bëjnë. Kështu që ne do të luftojmë për këtë. Për brezat që do të vinë. Po se në shqiptari. Edhe akoma edhe për ne. Jemi akoma të. Marit, falenderoj shumë në këtë bisedë të thjeshtë, të këndshme, reale. Edhe kemi nevojë, unë them gjithmonë kemi nevojë për modele të vërteta. Faleminderit. Faleminderit ty, shumë suksese. Do vim të vizitojmë atje patjetër. Por që ti do vish në Food Lovers si gjithmonë, si një nga shefat tan të vazhdueshëm, të përhershëm. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësia jona. Faleminderit. Edhe urime.